Protesta e opozitës para kryeministrisë dhe kuvendit në Tiranë ka marrë vëmendje të gjerë në mediat ndërkombëtare, të cilat kanë raportuar për përplasje mes protestuesve dhe policisë, si dhe për kërkesat për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Prestigjozja amerikane The Washington Post shkruan se mira mbështetës të opozitës u mblodhen në një protestë antiqeveritare, duke kërkuar largimin e Ramos për shkak të akuzave për korrupsionin dhe keqpërdorime. Sipas raportimit, demonstruesit mbanin pankarta dhe provoristin kundër qeverisë, ndërsa u përballen në prani të shtuar policore në qendër të kryeqytetit. Ndërkohë, Reuters raporton se demonstratat degenerojnë në përplasje, ku protestuesit hodhën bomba molotov drejt institucioneve qeveritare dhe kërkuan dorëheqjen e qeverisë, ndërsa policia reagoi me autobot me ujë dhe masa të forta sigurie për të kontrolluar situatën. Edhe Associated Press pasqyroi zhvillime, duke theksuar se forcat e rendit përdorën gaz lotësjellës dhe topa ujë për të shpërndar turmën, pas hedhjes së molotovëve dhe mjeteve piroteknike nga një pjesë e protestuesve. Sipas raportimeve ndërkombëtare dhe nga Daily Mail, protesta vjen në një moment tensioni të lartë politik në Shqipëri, ku qeveria e Ramës ndodhet nën presion për shkak të akuzave për korrupsion që përfshin zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku. Prokurorët e posaçëm kanë kërkuar heqjen e imunitetit të saj parlamentar, duke akuzuar për ndërhyrje në prokurimet publike, për favorizim kompanish në projekte ndërtimi, ndërsa një vendim i tillë kërkon votim në kuvend. Raportimet theksojnë se në protestën e zhvilluar në Tiranë morën pjesë mijëra qytetarë dhe mbi 1300 efektiv policie u angazhuan për garantimin e sigurisë. Edhe tubimet e mëparshme të opozitës janë shoqëruar me tensione dhe përplasje të ngjashme. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi tubimin si një kryengritje paqësore, duke akuzuar kryeministrin Rama për presion ndaj sistemit të drejtësisë. Protestat dhe tensionet politike po ndiqen me vëmendje dhe në kontekstin e aspiratës së Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, proces që synon të përmbyllet deri në vitin 2027, ndërsa organizatat ndërkombëtare vijojnë të theksojnë se korrupsioni mbetet një nga sfidat kryesore për vendin.